Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë, bekimet, mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, në dhurot dijet dobishme, në mundëso veprat mira, e sa t'jemi gjallë në furnizon me furnizim pastër dhe halal. O Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument dhe dëshmi për ne, dhe jo argument dhe dëshmi kundra nesh. Amin. Siç e kemi bërë traditë, do shohim pyetjet cilat janë të ardhura, por vëllezërit dhe motrat, nëse kanë pyetje, mund të dërgojnë pyetje ose mund të bëjnë pyetje direkt. Atëherë pyetja e parë për sot, a jepet zeqat për 14 karat ari, pra kur ari është 14 karatsh? Dhe si jepet? Nëse njeriu zotëron ar, duhet t'japi zekatin nëse zekati arrin 85 gram 24 karatsh. Po si bëhet për shembull kur njeriu ka ar, po e ka 14 karatsh, siç është pyetja, apo 12, apo 16, apo 18, apo 21. Si veprohet? Ka një formulë që duhet zbatuar. Shifra e gramëve që kemi, shumëzim karatët, pjesëtim 24. Për shembull, ka 200 gram ar 14 karatsh. Për shembull, 200 herë 14 sa bën? Sa? 2800? 2800 pjesëtim për 24. Sa? 2800 pjesëtim për 24? Atëherë obligohet me e dhënë zekatin në 200 gram ar 14 karatsh. Sepse shifra doli 116. Pra ne çfarë bëm? 200 gram shumëzim për 14 karatsh, pjesëtim për 24 karatshin për cilën është obligim. Dhe doli shifra 116, atëherë është obligim. Po sikur të kishim ne, për shembull, 160 gram ar 14 karatsh. Hajde, 116 shumëzim për 14. Sa? Pjesëtim për 24, 67. Nuk obligohet zekati. E kuptuat dallimin? Pra, shifra e gramëve ar, shumëzim karatin aktual, pjesëtim karatin që obligohet zekati që është 24 karatsh. Kam një pyetje, thot, a është gjithçka në këtë botë e shkruar? Nëse jo, si qëndron e vërteta midis vullnetit të lirë dhe pjesës së rrezikut? Nëse po, pse na sprovon Zoti kur ai e din përfundimin ton? Kësaj thonë më u fut në kompetencat e Zotit. Çdo gjë është e shkruar dhe njeriu është krejtësisht me vullnet të lirë për atë që bën. Ndërsa pse Zoti na sprovon, kjo pastaj nuk më takon as mua të flas, as ty dhe as kujt. Ai prandaj është Zot, se bën ç'të doj. E kuptuam, e kapëm urtësinë, se kapëm urtësinë, e kuptuam sekretin, e kapëm filozofinë e gjës, apo nuk e kapëm. Është Zot. Përderisa është Zot, ne jemi të krijuar prej Tij dhe ne
zbatojmë çfarë thotë i Madhi Zot. A ka logjik? Ka logjik. Cila është logjika? Pse Allahu xhelaluhu ka shkruar atë që ka ditë se ne do të veprojmë, kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi vullnet të lirë në atë që bëjmë. Ta përsëris edhe një herë? Pse Zoti e ka shkruar atë që e ka ditur se ne do ta veprojmë, kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi vullnet të lirë për atë që veprojmë. Vullneti jonë i lirë për atë që veprojmë nuk bie ndesh me atë që Zoti ka ditë dhe ka shkruar për ne në Lauhul Mahfuz e kundërta. E qartë? Që njëri është i lirë, ka vullnet absolut të lirë, po Zoti e din vullnetin e tij, dëshirën e tij përpara se të krijojë njeriu, përpara se të krijojë njerëzit, përpara se të krijojë botrat. Së është Zot, absolut. Dhe dija e tij nuk ka nevojë që të ndodhi diçka që të vërtetohet apo ta vërtetojë. Po pse Zoti i Madh na ka sjellë neve në këtë botë, sepse nëse Zoti më do të çojnë të njerëzit nga origjina në kiamet, me të drejtë njeriu do të thoshte, o Zot, po pse s'më vune në provë? Po ta provojshim një herë, ndoshta uzosha, po jo unë e dija që ti o robi nuk do të uzoshe. Po më lija o Zot ta provoja. Kështu që nuk është të thënë që njeriu patjetër duhet kapi sekretet apo urtësitë e gjërave. Por që ka logjik brenda. Ka logjik brenda, absolutisht. T'japim një shembull thjesht. Themi ne, Zoti shpërblen dhe ndëshkon për atë që ne veprojmë dhe jo për atë që ai ka ditë se ne do të veprojmë. Zoti shpërblen dhe ndëshkon në sajtë asaj që ne veprojmë, jo në sajtë të dijes që ai ka pas se çfarë ne do të veprojmë. Për këtë arsye, gjejmë kontraste të çuditshme në situata të caktuara. Si, e gjen një devotshëm përkushtuar thu që ky xhenetli. Në sekond ndron situata, bëhet qafiri qafirave. Se ka mundsi. Kemi rastin që na ka përmend Zoti në Kur'an të Belam ibn Ba'ura, ka qenë një person tek Beni Israilët që po të bëjë të lutje, pranonte lutja në moment. Në moment, për një veprim që ai boni, Allahu tha në Kur'an, shembulli i tij është si shembulli i qenit. Si ka mundsi vëlla? Pyetje kam unë. Argumenti më i fortë për këtë që po them. A nuk e dinte Zoti që ky në një moment kur të jetë në moshën X ka për të bërë këtë veprim dhe ky është më keq se qeni? A e dinte Zoti këtë apo jo? Po si ka mundsi Zoti që deri në këtë ditë, para ky moment i pranonte atij lutjet tak fak? Sepse Zoti e trajton njeriun në sajtë asaj që ai vepron, jo në sajtë asaj që Zoti e di se çfarë do të veprojë. Po mirë, pyetje. Nëse i Madhi Zot do ta trajtonte njeriu në sajtë asaj që e dinte se do të veprojë, do i bonte pa drejtësi? Jo. Por drejtësia absolute është që të trajtohet njeriu në sajtë asaj ose të trajtohet çdo gjë në sajtë asaj që ai apo ajo vepron. Kjo është drejtësia absolute. Pse se nuk lën vend për pyetje? Edhe ajo e para është absolute, edhe ajo e para është e vërtetë ku dëgjon etj. Pa ajo lën vend për pyetje, o Zot, po ta provojsha, po të më sillsh herë në këtë botë. O Zot, po unë nuk e bona që ti të më dëshkosh mu para kohe. E qartë vëllezër, se si funksionon? Alhamdulillah. Punoj në një fabrik akulli dhe 90% e akullit konsumohet nga klabet e natës. A marrun haram sepse
e bëj këtë punë dhe pronari që ka magazinën është musliman, a është në haram apo jo? Jo. Se për çfarë përdorin njerëzit akullin, s'ka faj ai që shet akullin. Se si e përdorin njerëzit djathin, nuk ka faj ai që shet djathin. Se si e përdorin njerëzit ujin, nuk është faj atij që shet ujin. Pastaj po të ecim kësaj logjike, i bjerë që me dalë mal. E kështu që nuk ka asë lloj gjë, inshallah taala. Desha me të pyet tot tek gusulli, pra tek gusli, kur bëjmë larjen e përgjithshme të trupit me ujë. E fusim ujin në gojë, thot, dhe bëjmë gargar dhe tani e fusim ujin hund, dhe pastaj pra e fusim ujin hund, derisa të djeg hund. A është e domosdoshme kjo e fundit? Sepse shpesh kur e fus ujin në hund, e ngrej me hund dhe më dhem koka. Po jo me çu deri ke truni. Thithet let kaq, po jo me çu deri këtu, që më dhem koka. S'ka nevojë. Bëhet një thithje e lehtë e ujit. Një thithje e lehtë me gojë edhe me hund. A është e lejueshme që një grua shtatëzan me i pre flokët, se më kanë thënë, pra i kanë thënë këtij, që është ose kësaj, nuk bën me i pre flokët se shkurtohet ymri i bebes. Ju shkurtofshin trunët aty në që kanë thënë këtë fjalë. S'ka lidhje fare kjo me fen dhe me besimin islam, këto gjëra janë besytni, ignorancë. Doja të pyes, nëse kam të drejtë për me dalë në një banesë në veti me burrin sall, pra vetëm me burrin, sepse vjera përzihet shumë te na dhe sjena rahat hiç. A kam gjuna nëse du me dalë veç, a mund ta luti Zotin për me më ndihmu që të dalë në vete në banesë? Jena në Zvicër dhe kena një banesë jo shumë të madhe, mendoj se më mirë se cilin banesën e vetë. Po burri, qa bë? Po qatër. Ju në edhe burrin të pagë. Burri që vendoj kulë dhe të regulli të ti ato si të vla. Sepse la i hetë si posti. Se i takë në ca gjona dhe përzijet se e tepron në ca gjona tjera. Varet se të një fjalla përzijet, për shembull, thot vjera, oj nuse, mylle ujin, ti thu pse më përzijet mu kjo? Po mylle pra ujin, të falë të Allahu. Së është përzirje kjo, kjo është normale. Thot vjera, oj nuse, fiki dritat, për shembull, si len në zkot. Ti këte mund të quj shkelje e të drejtave dhe lirive, ndërkohë që vjera thot, për të është shtëpia ime kjo, ose shtëpia çunit tim, çuni ime pagu në fund fare faturat. Vjera e shef nusën që ka vesh një fustan gri. Thot pse ke vesh gri? Pse s'vesh atë të ziun? Kjo quhet përzierje e tepruar. Çi duhet vjerës? Si e vesh? Pse u ke bo fëmijëve sot vezë? Se edhe dje kanë hëngër vezë. Kjo është përzierje e patolerueshme, s'ka që duhet vjerës? Nëse ka diçka vjera që si pëlqeni, thot çunit vet. Pra varet, në fjala përzihet është si puna e lastikut. Dhe gjithë secili është relative, gjithë secili e shef s'po bëj gjë hiç, ndërkohë që e ka bë llëm, ose s'ka bëj gjë hiç, dhe duket sikur ka bën nomin, ndërkohë që mund të jetë diçka normale, po kësaj i bëhet ferra Ibrahim, ose asaj i bëhet ferra Ibrahim, ndërkohë që faktikisht po të analizosh s'ka asgjë për tu shqetësuar.
E rëndësishme, ti dua mund të bësh. Ti dua mund të bësh, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë punoj në shtëpitë pleqëve në Gjermani dhe dua të pyes a më prishet avdesi kur unë pastoroj pleqt apo nuk më prishet? Nuk prishet. Nëse ke dorashka. Vish dorashka edhe nuk prishet abdesi. Po edhe pa dorashka nuk prishet. Nuk prishet abdesi. Kam dëgjuar një pyetje që ta kanë bërë për zekatin, a është e lejuar me ia dhënë burrit apo të fejuarit? E kur është kjo e lejuar, nëse ai ka borxhe apo ka nevojë, ose edhe kur s'ka nevojë për zekat, a është e lejuar? Jo, kur nuk ka nevojë është haram. Nuk lejohet me i dhënë zekat kur nuk e meriton. E nëse i fejuari apo burri meriton zekat, lejohet që nusja t'i japi atij zekat. Pse? Sepse nuk e ka për detyrë gruaja të mbaj burrin, ka për detyrë burri me mbajt gruan. E përderisa ai ka borxhe apo nevoja ekonomike, i lejohet gruas që t'i japi atij zekatin dhe për këtë ka transmetim të saktë. A duhet Kurban Bajramin ta bëjmë për një person, çdo antar i familjes, apo mjafton një kurban për një shtëpi? Një kurban për shtëpi. Argumenti, pejgamberi sa kur e theri kurbanin e tij tha: O Zot, kjo është për mua dhe për familjen time. Sa kishte familje pejgamberi alayhis salam? 9. Sa kurban e bonin? 9 apo 1? 1 mbaroi historia, kaq. Mund të ketë mendim, është mendim shumë i dobët. Shumë i dobët ai që thotë për çdo antar të familjes. Shumë i dobët dhe ekstrem. Pra llogarit unë për shembull jam në shtëpi 13 veta. I bjerë që gjysmën e kopes me marun. Për shembull. Kështu që s'ka lidhje kjo punë dhe s'ka asnjë lloj argumenti kjo punë. Ka një mendim që thotë çdo njeri që është mbi moshën e pubertetit, ky është një mendim. Po prapë është i dobët. Argumenti pejgamberi sa më tha o Zot, këtë kurban po e therr për vete edhe për familjen time. Ndërsa këtë kurbanin tjetër po e therr për çdo nga pasuesit e mi që nuk do të ketë mundësi me therr kurban deri në ditë Kiametit. Elhamdulillah. Tezja ime sapo ka bler dhomën e re të gjumit dhe e ka vendosur. Pas një ore ka rënë pasqyra pa e prekur njëri dhe është thyer. A ka kjo ndonjë domethënie apo shpjegim? Gjëra që ndodhin janë, se kanë vënë mirë, nuk e kanë mbështet mirë, ka kalu maci aty drejti, ka gjujt në i fëmijë, nuk e kanë vënë mirë atë mbështetsen, e kanë vënë pak shtrem, edhe ju kanë morë mend pasqyrës, edhe vdau, është karam tokë, i karat fikt pasqyrës. Kështu që stresi 0. Kisha një pyetje, nëse hyn në shtëpi të reja, duhet me bërë me vlud? Jo. S'bëhet me vlud kur futesh në shtëpi të re, as në shtëpi të vjetër, as në shtëpi të përdorme. Se ekziston. Edhe ata që e kanë bërë me vludin dhe e kanë shpik për herë të parë, po ta ngjëshin këtë muhabet, do të gjujshin me domate. Do të thoshin çfarë bëjnë këto më vëlla. Ne e kena bërë me vludin, që të bëhet në muajin e me vludit, në muajin që ka lind pejgamberi alayhis salam. Kurse këta shqiptarët, do thoshin ata që kanë bërë me vludin, këta e bëjnë për syrin e tij. Këta e bëjnë për fejes, këta e bëjnë për vdekje, këta e bëjnë për shtatat, këta e bëjnë për 40-at, këta e bëjnë kur i vdekmi ka mush vitin. Këta e bëjnë kur futen në shtëpi të re. Pra edhe ata do të bëheshin pishmon, po ta merrshin vesh ata që kanë bërë me vludin për herë të parë, se çfarë bëjnë shqiptarët me vludin, do të thoshin me vludi është bidat, ka drejt Hoxha Ahmet Kalaja, që thotë është bidat me vludin. E kanë masakruar me vludin e shkretë, e kanë degeneru, e kanë nxjerr nga binarët. Ka vdek baba, thotë, unë po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam. Baba ka mush 40 ditë që ka vdek, për këtë arsye unë po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam, po bëj me vlud. Se çfarë kuptoj? Kam bërë çunin sunet për këtë arsye,
Po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam, por zotni. Për Zotin Allah. Për Zotin më ta bëm morrin me diabet, me pankreas. Shumë në rregull fole për atë vjerën që i the Kuçedër. Kështu kam thonë, për një vjerë. Që në këtë shekull i fsheh nusës ushqimin, shan dhe e keq trajton. Po kur është nusja Kuçedër, si është zgjidhja? Thuj çunit mori Kuçedër tjetër, në tajnë Kuçedrat njëna tjetër. Thuj çunit, pse s'martohesh me gru tjetër? Në lej Kuçedrat. Po duhet me i thonë çunit, o nëne, duhet me i thonë çunit. Nusja s'ka faj, vallaj. E ka fajnë avdalli jot. Avdalli jot ka marrë fund si njeri, e nusja i fsheh ushqimin vjerës. Ti isha unë gjykatës, e të mbinte kjo çështje, ndorë këtë grunë arrestojsha dhe e dënojsha 12 vjet e lejsha në burg. I fsheh vjerës ushqimin 12 vjet. Nëse po të sillte mirë 3 muajt e parë, 6 muajt e parë, bëjtë tobe, e nxirrsha. Po herë si fillim ja jepsha dënimin 12 vjet sa të shpifet diabeti edhe në smundje tjetër. Pastaj po pendua të në burg, po u soll mirë, e nxjerrim shpejt. Po në dhënë i lek. Nxjerrim. Djalim është 2-3 vjeç dhe trembi shumë gjatë natës, dhe ku nata, pra nusja e vllajt më tha që kishte bizeduar me një hoxh dhe duhej me patjetër t'i therja një zog të zi. Në atë kohë besoja shumë dhe e quaja motër, por më pas nuk më rezultoi e tillë. Ku nata. S'ka lidhje, ma ja ka fut kot, se ndoshta ajo se ka pas qëllimin e keq me dëmtu fëmin. Po besëtni, kështu. Pralla shqiptare, pralla bio autoktone, se ka i kanë gjetë, se ka i kanë thonë legjenda urbane, muhabete plakash, edhe 13 fëmija natën therë i pul, po tjetë pul e zez, sa e ngjyra zez tërheq energjit negative që e tremi fëmija. Për të arsye ka thonë një moçmi, mendja është gjë e madhe, dhe e ka thonë mirë. E ka thonë shumë mirë. A mund të dëmtohet fëmija ime për kësaj që kemi bërë? Jo. Stresi zero. Që ka një faqe që pas ka emrin a kap pema e dashurisë e pas ka emrin faqja. Hami pema e dashurisë, çfarë do të na thush? Kështu që ka me reklama greke, autoktone, pas ka reklama greke. Muhamedi a.s. ka thënë, thyrja e zemrës është më e rëndë dhe më e keqe sa prishja e qabes, sepse qaben e krijoi dora e njeriut, ndërsa zemrën e krijoi Allahu. Mashtrim, shpifje. Le të shërbej ky postim i tyre që kjo faqe të raportohet, mos të ndiqet dhe të hiqet nga follow-i, nëse dikush i ka bërë follow. Isha mbrëm në qytetin e, s'pa përmendim qytetin se mos të marrin masa, dhe u thirr ezani 1 orë e 20 minuta mbas akshamit. Dhe pastaj u thirr ikameti 10 minuta pa hyrë në kalendar. Dhe thanë që ndjekin kalendarin e vjetër për Yacin. Bravo, e qoftë shumë mirë. E rëndësishme është të ecin me kalendar. Dhe në kalendarin më të mirë. Këta kanë zgjedhur kalendarin më të mirë, shumë mirë e bëjnë. Përderisa është një qytet tjetër, përderisa është Myftini tjetër,
ata e dinë se si veprojnë. Unë përshëndes veprime të tilla të guximshme, që xhamati mos të rëndohet. Përderisa ka hyrë koha e jacis, stresi zero. Unë kam pre gjithmonë kur ban simas Kur'anit, e kam nda, por shumica se kanë pranu, se e kanë qujtë veten zotni, pra e kanë qujtë veten shtresë e lartë. Ama pyetja është a kam hyrë gjuna sepse ata më kanë thonë s'kena nevojë për mish, se kena plot. Nëse dëshiron na jep në pare këto zotnit, këta të lartët, kur ka shku ky zotnia, më dhon mish kurban ato. Është e vërtetë se merrën disa vëllezër nga Maqedonia edhe më bën këtë pyetje. Thanë hoxh, ju që organizoni kurbane, marrin njerëzit këtu mish kurbane, thosh po morin. Morin gjithë, s'ka si problem. Tek ne tha ai vllai, nuk do të përmend emrin e qytetit, nuk e merr kushta mishin e kurbanit. I vjen era dele. I vjen era dash. E mësu tani me misha me gjilpon. Bëhet viçi për 3 muaj, edhe kanceri vu. Allah mish deli aty knoqë, vjamit, trashqasin nga mustaqet. Sa bukur e ka thonë. Janë disa njerëz që e quajnë veten zotni, pra majnë veten. A është e vërtetë që nëse nuk del të falë namazin sabahut dhe të jacis në xhami je munafik, se kështu po lexoja në disa faqe. Larg këtyre njerëzve, larg këtyre faqeve, larg këtyre manipulatorëve në emër të argumentave të fesë. Ruani nga këta njerëz. Këta njerëz nuk janë as pak normal. Prandaj bëj report, hiqe nga ndjekjet edhe Zotit të rujt. Stresi zero. Mirë është më u falë në xhami, sabahu jacia dhe gjithë namazet, po kush nuk ka mundësi, nuk do thotë se është munafik. Ej, Zoti mod. Një shoqe pakistaneze më tha se në Kur'an është me heq flokët bebit 1 muajsh, sepse nuk i ka të pastra nga që ka dalë nga barku i nënës. U habita, unë kam lexuar Kur'anin dhe nuk mbaj mend që të ishte kjo gjë e shkruar. Këtë drejt vallaj, nuk është kjo gjë në Kur'an. Nuk është kjo gjë në Kur'an. Është në hadith. Për çunat, ju hiqet floku i barkut 1 javësh, jo 1 muajsh, siç ka thonë pakistanezja, po 1 javësh. Kur çuni mush 1 javë, i rruhet koka. I rruhet, jo i qethen flokët, i rruhet. Dhe këto flokët merren, peshohen, sa gram del aty, argjend, jo ar, jepet sadaka. Po gocave ju llogaritet me sy, nuk ka nevojë me u arrujt, nuk i hiqen gocave, çunave ju hiqet. Keni folur një ditë për abdesin e motrave që i kanë duart me kna. Po, kemi folur një ditë. Po çështja e thonjve, pra shumica e femrave sot kanë thonjë të dhëna. A ndikon kjo në abdes dhe në gusël? Çdo motër muslimane që ka thonjë dhe merr abdes ose gusël, del pa abdes, del pa gusël, del pa namaz. Mos më thonë, a lejohet as lejohet, pa e lejmë anash këtë pjesën. Del pa abdes, del pa gusël, e si pasoj del pa namaz. Është përfolur shumë këto ditë për fëmijët dragonj. Nuk ekzistojnë fëmijët dragonj, nuk ka. Allahu ka krijuar, thot pejgamberi selam.
engjëjt, xhinët, njerëzit, kafshët. Dragoj nuk ekzistojnë, nuk ka dragoj. Jo, po se janë disa fëmijë që mund të jenë mutacione, mund të jenë lojra xhindësh. Xhinët janë shumë zhvilluar në botën e tyre të mashtrimit. E si pasojë, mund të bëjnë lojra të tilla e njerëzit fillojnë pastaj dragojnë. Kur ishte vranët, këta fëmijë dragoj fluturoheshin në qiell, luftoheshin me kuçedrat aty lart, edhe vishin gjakosur, vishin të lodhur, mungoheshin 3 ditë, ikshin, bëjshin. Janë pralla, legjenda urbane, cilat i besojnë të paditurit. Pra nuk ekzistojnë. Nëse ka situata të cila ka 2 përgjigje, sipas Islamit, ose janë mutacione, ose janë lojra xhindësh. Dhe viktim e kësaj loje bin ata që i shohin, apo ata që i përjetojnë, apo ato që pastaj transmetojnë e i rregullojnë vetë rrugës. Ai ngjon një gjë, pastaj e shton, edhe bëhet film. Nëse hapim një pus pra bunar dhe bëjmë një për njerëzit e vdekur, a pranohet se jam kurioztare ta di? Pranohet inshallah, sepse është sadaka xharie. Sadakaja lëmosha, bamirësia për të vdekurin pranohet, siç ka për këtë transmetime të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur vjera në shtëpi kur nuk kam qenë as unë as bashkëshorti, por vetëm fëmijët e kanë parë dhe ajo ka menduar që s'ka njëri në shtëpi dhe ka lagë derën e shtëpisë me ujë dhe e ka spërkat. Uji ka rënë tokë dhe fëmijët kanë dalë dhe i kanë bë foto një shisheje me ujë me letër brenda, edhe vjerës duke ikë. Dhe më pyetën, çfarë është kjo, se ishte nëna, pra vjera, e lagu dhe iku. Ej, Zot më falë, o Allah në falë, o Allah në falë. Allahu në falët. Kjo është një rast ku këta nuk janë njerëz. Pra kemi të bëjmë me një vjerë që nuk klasifikohet në klasën e njerëzve. Mund klasifikohet ke gjitarët, ke zvarranikët, ke peshqit, ke amfibat, ke një qelizorët, ke shumë qelizorët, po tek njerëzit nuk klasifikohet, pasha Allah. Po sa budallaqe, edhe e lënë shishin aty. Edhe zdi me emulu. Kur e kanë pyet thot fëmijët dhe kemi pyet ne, ka thënë ju qenë keni të hutuar se unë s'bëj keq, s'kam lag gjë. Hajde inshallah, pastroje këtë pjesë që e ka lag me ujë të kënduar, këtij ujë të kënduar hidhi uthull, krip, edhe pastroje, laje derën, laje venin komplet, edhe mos u mërzitni, hajde inshallah, hajde bob Zoti herë tjetër, vendosni një kamerë të fshehtë, që ta kapi kamera dhe ta trajtoj bashkëshortit, ta trajtoj i biri, nonën, dhe t'i thotoj nonë, të lënçim Zotin. Dje në mëngjes kur u ngrita që të falë namazin sabahut, në momentin që isha në ruku më doli gjak nga hunda, u pastrova të fillo të falë namazin, por nuk mora prap abdes. Mund ta kishte vazhduar namazin, ndoshta ka ndërprerë, ta është pastru dhe e ka nis nga fillimi, s'ka problem. Pas ka problemi thotë është se s'ka marrë abdes të ri. S'ka problem. A lejohet për meshkujt të mbahen varse të lara me flori, jo floriri, nuk lejohet. Një shoqja ime është ndarë shkaku i familjes prej të fejumit. Tani mikja ime po pyet, a i takon asaj Dukati që është rënë dakord kur është bërë nikahu? Nëse
mbas nikahut janë kryer marrëdhënie intime, ajo e meriton të gjithë dukatin, florinin që është rënë dakord si dhurat kur është bërë nikahu. Nëse janë ndarë tani, po s'kan pas marrëdhënie me njëri tjetrin, pra mas nikahut, atëherë i takon gjysma e florinit, gjysma e dukatit. Siç e thot Zoti në Kur'an, fa nisfu ma faradtum, gjysma e asaj që keni premtuar. In lem tamassuhunna fa nisfu ma faradtum. Nëse nuk i keni prek, gjysma. E nëse i keni prek, pra me kuptimin keni bërë marrëdhënie, atëherë duhet të jepni të gjithën. Një person i familjes tonë ka ndruar jetë me datë 2 prill. Mirë po ai ka qenë në Greqi dhe e kemi sjellë në Shqipëri me 3 prill. Dhe varimi u bë me datën me 2 prill e kemi sjellë në Shqipëri me 13 prill. Dhe varimi u bë me 14 prill. Si ti llogarisim 40-at, si tu do juve shpirti, si tu do juve e vogla zemër. Llogaritni 40-at sepse në Islam nuk ekzistojnë. S'ka 40-a në Islam, as 52-a, as 36-a, as 27-a, as 48-a. Nuk ekziston kjo gjë në Islam. Kështu që llogaritni si të keni qefin, stresit zero, se në Islam kjo gjë nuk ekziston. Qa duhet të bëj? E kam gocën pa bërë 40 ditë dhe një familjar më bëri foto, po nusja e tij bën magjira dhe gjëra të këqija. Dyshoj mos më kanë bërë diçka të keqe gocës sepse grindet shumë qysh mbas fotos që i bëri ajo. Hajër, inshallah knoj sure nga Kurani, knoj Felekun, knoj Nasin, fry. Edhe kapa atë gruan dhe thuj pse i bëre foton ose fshije foton, e tjerë. Allahu le të softë. Po s'ka lidhje me 40 ditëshin. Ka lidhje me 40 ditëshin. E kemi çik fiksim në mo 40-ën, si numër mo e kemi fiksim. Nusja ka marrë gusull, pra ka bërë larjen e përgjithshme. Po harroi të pastronte gishtat nga maniqyri, a i quhet gusli? Nuk i quhet. Do të pastroj gishtat, do të përsërisi guslin, e si pasojë duhet përsërisi gjitha namazet që ka falë me gishta me maniqyr. Emri Aila, a është i mirë? Aila përkthehet, ka disa përkthime, përkthehet familjare, përkthehet e dashur, përkthehet e vobekt, përkthehet fukaraje, o gjedeke ailen, fa agna, Zoti gjeti të varfër e të pasuroj. Se shkujt njëri herë, thot, qa është kjo e, qa me në për këtë e, thëmë, se di, si tha, se di ke. Po thash, arabisht s'është, shqip nuk është, kinez që nuk di, apo gjuhë tjera, që se di. O Xhamet Kalaja, kështu e ka një spytjen. Djali jem më propozon më fton të vizitojmë së bashku Qabën, por burri nuk më lejon, s'di si t'ja bëj. A mund shkoj pa lejen e burrit, ndërkohë që ëndra ime e jetës është vizitoj Qabën. Ik me çunin e mos e pyet fare këtë burrin tat. Ik me çunin vizitoj Qabën. Nëse është vizita e parë, ose umra e parë, ose haxhi i parë, thuj burrit, selam aleikum, thuj burrit, shifemi mas haxhit. Nuk merr gjuna nëse nuk i bindesh kapsollit. E fejuara më ka tradhtuar dhe mu shpreh vetë, më tregoi, thot se pa dashuri në sytë e tij. Dhe më tradhtoi. Po unë e dua me gjithë shpirt dhe i thash se për ty dhe dashurinë që kam do ta fal këtë gjë. Por
ajo ëndës është e qartë se si do të vazhdojë. Ipi dur Lale, se nesër pas nesër do të shofi dashuri tek sytë e një tjetri. Pastaj do të shofi dashuri tek sytë e një tjetri, kjo pas ka i problem shumë të madh kjo e fejumja jote. Kjo e lexo ka dashurinë në sytë e meshkujve. Kështu që ipi durt Lale, themi ne katunaria, ipi durt. Ruje vetën e vllase. Ç'na ka gjetë për Zotin, ha? Botë e çuditshme. Ka një transmetim të ngjashëm. Ta pejgamberi Zot si t'ia bëj se kjo gruaja ime tha nuk kthen dorë mrapsh. Sprov. La të rrut dujet dhe lamis. Kushdo që e prek në gjiste. Tha pejgamberi selam i bidurt. Kjo është Zot na ruaj. Allahu na ruaj. E po se do të ngjojsha dhe kështu pyetje vallai, nuk ma merrte mendja pasha Zotin. Doja të pyesë në lidhje me manikyrin halal, sepse shumë motra po e aplikojnë. O ju fal Zoti, ju fal juve dhe manikyrin tuaj halal. Or Zotni, ajo thotë e certifikuar halal, do më thonë që lënda nuk ka dhjam derri, nuk ka ku dëgjon gelatin, nuk ka kështu gjërash të frikshme që janë haram në Islam. Por kjo nuk do të thotë se nuk depërton ujë. Se po të depërtoj ujë nuk quhet më manikyr, po si quhet? Sfungjer. Po të depërtoj ujë në manikyr, nuk quhet më manikyr, po quhet sfungjer. Po këto nuk ka kush i arreston. Ora thot, kështu, fiks. Ora thot, kam filluar të bëhem xheloz sepse gruaja po don më shumë maman dhe baban tim se sa mua. Ju shërben shumë dhe harxhon shumë kohë me ata se sa me mua. O, të pasadon Zoti begatit madhe më vëllai, alhamdulillah. Ti futi tas lallët në krip, nusi është në rregull, Zoti i dhon xhenetin. Mashallah. Alhamdulillah. Në rregull është në rregull habib. E ke okej nusën, mashallah, Zoti i ruaj. Hoxhë nderuar, dua të më përgjigje sinqerisht, çfarë mendoni ju për Muawiye ibn Abi Sufjan? Sepse është një çështje që shumë më intereson ta di se çfarë mendon ti. Për Muawiye. E para pyetja jote ka një mungesë edukate shumë të madhe. Të përmendesh emrin një sahabiu, duhet ta shoqërosh me radiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Po inshallah nuk je nga ata njerëz që kanë fillu dilemat dhe dyshimet shiite e shijave të fut në kokë, sepse kjo do të thotë se je duke marrë fund. Muawiye ibn Abi Sufjan është daja i besimtarëve deri në ditë kiametit. Sepse motra e tij është nëna e besimtarëve, ndërsa Muavija i bjerë që tjetë daja i besimtarëve. A flet nipi keq për dajën e vetë? Mos e boft hajrin, mos e boft hajrin, mos e boft hajrin. Ai nip që flet keq për dajën e vetë, kur mos boft hajr. E mos bofshin hajr të gjithë ata që flasin për dajën e besimtarëve. Muawijen radiyallahu ta'ala anhu. Muawija radiyallahu anhu është shkruesi i Kur'anit. A mund zgjidhte pejgamberi alayhis salam për të shkruar Kur'anin vetëm se njërin më të sinqert dhe më besnik? Muawija radiyallahu anhu është përfshirë në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muawija radiyallahu ta'ala anhu është ai i cili mori pushtetin dhe khilafetin sepse Hasan ibn Ali, Hasani biri Aliut, e pa që nuk mund të ishte njëri më i përshtatshëm për të marrë frerët e kalifatit islam, njëri më të përshtatshëm sa Muawiye bin Abi Sufjan. Në kohën e khilafetit Emewi ka ndodhur çlirimi më i madh i islamit në historinë e islamit.
Kështu që nuk flet për Muawijen vetëm se dikush që ka filluar, themi ne, t'i marri koka erë. Allahu na ruaj neve dhe të gjithë muslimanët. Amin. Ata këto ishin pyetje që ne kishim këtu të ardhura. Nëse ka një pyetje nga vëllezërit këtu, e kemi, unë faktikisht kam dhe pyetje, por nuk kam arrit t'i çoj tek këto pyetjet e mia këtu. Atëherë si jemi me kohën? Okej. Ja po shohim në pyetje interesante. Kam vllajën 15 vjeç, gjatë gjithë ditës është goxha agresiv, kurse natën urinon në krevat. Vallai unë them që ky duhet vizituar, sepse ka nevojë për si më thënë, trajtim klinikal, më shumë se sa trajtim tjetër. Allahu e din më së miri. Në familjen time mua më ka ndruar jetë babai para 12 vitesh, ndërsa para 4 vitesh ndroi jetë burri tezës. Mirë, po nuk e di pse kam dyshim gjithmonë që ka diçka, sepse kam parë shpesh herë lypse që vinin tek shtëpia jonë dhe thoshin fjalën vete. S'ka lidhje, nuk ka lidhje. Ka lidhje. Unë dhe i fejuarim kemi disa ditë që grindemi për arsye të kota dhe nuk jemi rehat me njëri tjetrin, por edhe nuk po ndjejmë gjë për njëri tjetrin. Knohuni, mund t'jetë në mësysh, mund t'jetë në gjë tjetër. Knohuni. Jam shtatzën me binjak, djalë dhe vajzë. Desha të pyes për emrat Anik dhe Lanika. Enik është elegant, Enik me e. Enik. Jo Anik. Anik ai që të përqafon, përqafues. Kurse Lanika se di, si emër slav më duket. Nuk marr vesh, nuk e di ç'do të thotë.